Komisioni Pala Socialiste ka ndryshuar qëndrimin dhe kërkon ta miratoj pa Partinë Demokratike. Ne konstatojmë se po ndërpritet procesi, s'kan përfunduar konsultat akoma, të parashikuara të miratuara sipas rregullave. Zoti Boçi ka bërë një punë të shkëlqyer, serioze, dhe sapo Zoti Boçi kërkoi atë që ne kemi patur kusht që në fillim, që ky komision i reformës territoriale të asistohet nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës, që është dhe institucioni me ekspertizën më të madhe në këtë fushë, dhe unë me këtë rast duhet të falenderoj edhe qeverinë e Konfederatës Zviceriane, ambasadën e Zvicrës në Tiranë, por edhe përfaqësinë e Bashkimit Evropian për interesin e tyre dhe mbështetjen e tyre direkte të kësaj reforme. Tani, pa pritmas, aty ndryshojnë gjërat, socialistët Edi Rama duket se urdhron komisionin që të shkojnë në mënyrë të njëanshme. Ne sigurisht që kemi platformën tonë, por ne e besuam dhe e vlerësuam që të kemi një ndërmjet një të urtë, një këshilltar të mençur, që ka të gjithë ekspertizën europiane të reformave territoriale për të bërë më të mirën. Edi Rama, Partia Socialiste donë të shkojë veças. Ajo është pastaj zgjidhja e tyre, jo e jona. Ne qëndrojmë kundër variantit paraqitur nga ata, kundër formës ekzistuese, dhe do bëjmë gjithë përpjekjet tona për të kundërshtuar këtë reformë. Siç e dini, Edi Rama është i vendosur të mos pranoj asnjë kërkesë të protestës rinore qytetare. Ndërkohë, ne kemi mbështetur të gjitha kërkesat e tyre. Pra, këtu ka një dallim të madh midis nesh dhe atyre.